Pse mikpritja më madhështore në historinë e njerëzimit, në vend që të bëhet kryetitull i lajmeve dhe i mediave botërore në mënyrë të çuditshme, censurohet? Rreth 20 milion vizitor nga gjithë bota shkuan javën e kaluar në Irak për të marrë pjesë në ceremoninë e Arbain. Kjo ceremoni vjetore përkujton Imam Huseinin, nipin e profetit të Islamit, i cili në vitin 680 të erës sonë së bashku me 72 bashkëluftëtarët e tij u ngrit kundër regjimit të korruptuar dhe antiliri antidrejtësit i Jezidit. Ai sakrifikoi jetën e tij, të fëmijëve dhe bashkëluftëtarëve të tij, por nuk u dorëzua. Që 2 javë para ditës së Arbainit, familjet irakiane shfaqin një nga format më të mëdha të mikpritjes në historinë njerëzore. Gjithçka është falas, ushqimi, vendi për të fjetur, shërbimet mjekësore dhe shumë shërbime të tjera. E gjithë kjo bëhet me shpresën dhe idealin që ndjekësit e rrugës së Imam Huseinit të bëhen aq të shumt sa të mund ta shpëtojnë botën nga korrupsioni dhe nga largimi prej njerëzorës. Në modelin kapitalist perëndimor, i cili sot ka një ndikim të madh mbi botën, pothuajse gjithçka përcaktohet përmes transaksionit financiar. Por këtu, 20 milion njerëz mblidhen së bashku për të dëshmuar se sakrifica, përulësia dhe respekti për qenie njerëzore mund të bëjnë mrekulli. Ndryshe nga këndvështrimi materialist, sipas të cilit njeriu është ujk për njeriun, mokebet irakiane, pra pikat e shërbimit përgjatë rrugës së Ziaretit, në shërbimet e tyre falas, tregojnë një ekonomi të një natyre krejt tjetër, ekonominë e dhurimit dhe bujarisë. Një tjetër makt që sipas kritikëve i shtyn mediat perëndimore drejt censurimit të Arbainit është disfata e sekularizmit, iluminizmi perëndimor, e dëboi fen në hapësirën private dhe nëpër shtëpi. Por Arbaini i shndërron miliona njerëz në një faltore lëvizëse dhe ndërtuese përgjatë rrugëve. Një spiritualitet organizues që krijon hapësirë për sakrificën, dinjitetin dhe respektin njerëzor. Për këtë arsye, disa analistë besojnë se qarqet kapitaliste perëndimore e shohin Arbainin si një kërcënim, sepse ai paraqet një model të ndryshëm nga modeli materialist, konsumist, të përqendruar tek paraja dhe të shkëputur nga spiritualiteti. Një model që potencialisht mund të trondisë themelet e mënyrës së tyre të jetesës. Arbaini me sa duket është një nga fenomenet më të jashtëzakonshme të botës sonë, i cili në mënyrë të habitshme censurohet. Dhe ndoshta Arbaini nuk është vetëm një marshim Ziareti, ndoshta ai është një deklaratë për një qytetëri